Moment që ndalemi kryesisht tek opozita dhe për procesin zgjedhor që është bërë brenda saj apo deri tek votimi i statutit. Por për këtë çështje do të diskutojnë në këtë moment zonjën Doris Madhi, drejtuese e këshiltarëve të opozitës në Elbasan. Zonjë Madhi, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi t'ju kem në program. Jemi së bashku në këtë komunikim të dytë, edhe pse kështu në distancë dhe jo në studio, doja që në vim të ishim për të bërë një diskutim ndoshta edhe më të gjerë, por megjithatë jam i sigurt që nuk do na pengoj kjo formë. Si keni parë gjitha zhvillimet që kanë ndodhur në Partinë Demokratike së fundmi e kryesisht duke ndalur edhe tek votimi apo ripërtëritja, nëse mund ta quaj, të tillë të kësaj force politike? Në fakt, sigurisht që konstituimi i çdo organi statutor të çdo partie dhe rizgjedhja është një proces i cili ndihmon demokratizimin, qoftë edhe të institucioneve politike. Por e parë në këtë formë për opozitën, gjetja e emrit të ri, ripërtëritja, brenda vetes më bën që të ndjehem pak sa keq edhe bën nga ana tjetër edhe të qesh, sepse nuk mund të ketë ripërtëritje me mentalitetet vjetra dhe me njerëz të vjetër. Tashmë fatmirësisht kanë hyrë në atë listë të Këshillit Kombëtar shumë pak të rinj, por fatmirësisht që kanë hyrë. Dhe një farë shpresë e kam tek zëri atyre, sepse shumë nga ato dhe njoh nga afër, i di forcën e shpirtit, i di forcën e zërit, i di forcën e mendimit dhe uroj me gjithë shpirt që të vlej zëri tyre brenda atij konglomerati tashmë që për fat keq i ka përfunduar koha e vet. I kanë përfunduar objektivat, ja kemi parë të gjitha mundësitë maksimale të asaj që mund të bëjnë. Gjithashtu do përshëndesja dhe disa emra aty që ndukje mund të duken të vjetër, por që janë qendrëstar të Partisë Demokratike, janë zë i fortë i Partisë Demokratike, dhe shpresoj që bashkë me këto të rinj do t'i japin një ripërtëritje. Për sa i përket kupolës drejtuese, kupola drejtuese duhet kishte menduar që ripërtëritja gjithmonë fillon nga koka. Dhe ajo nuk ndodhi. Si ndodhi? Ndodhi në një formë tjetër që mos ta kthej në batut, po. Ndodhi. Po. Ndodhi ashtu atë, qartë. E kuptueshme. Po, ndërkohë, çfarë pritej? Pse bëj këtë pyetje? Jo në kontekstin e thjesht, por edhe në vazhdën asaj çka ka ndodhur në këtë subjekt politik. Pra, pritej diçka ndryshe deri diku besoj unë, nëse jam gabim ma thoni, pritej të ndodhe kjo, apo ja, pra tishim në këtë rezultat, apo ju nuk besoni kështu? Ermal, çfarë pritej? Sa herë që flasim për ripërtëritje, ndodhi ajo që ndodhi me rithemelimin, dhe rithemelimi pati nevojat e veta për të sjellë në arenën, për të risjellë në arenën politike liderin Berisha. Nuk po rrim të analizojmë tashmë rithemelimin, por kur flasim për